me që themi dhe në fund dhe dua të shfrytëzoj këtë pjesë. Pse nuk duhet të jedhin bishtat? Bishtat e qershisë janë diuretik natyral se ndihmojnë trupin të nxirrë toksinat. Ndihmojnë dhe veshkën dhe fshikzën urinare. Dhe bëjnë edhe problemet ku kemi fryrje të fytyrës, të lëkurës, të këmbëve, është përdorur dhe kom parë dhe si detoks pranveror bashkë me disa elemente të tjerë që mund të përdoret. Nga ana tjetër ku kemi teprisht acidit urik, ku kemi probleme me tensionin. Nga ana tjetër mund të përdoren këto bishtat e qershisë për pastrimin e veshkave. Në ana tjetër në rastet në ku kemi celulit ose kemi probleme me alergjinë. Mundet të përdoren pas ushqimeve proteinike ose ku kemi ngrënë sasi të lartë ushqimi, pra pas një dreke, por sidomos ku kemi konsumuar ushqim shumë të kripur. Pra ku kemi konsumuar një ushqim shumë të kripur, bishtet e qershisë mund të konsumohen mirë. Në formë çaji gjithmonë kemi thënë. Në formë çaji, në frigorifer të kenë kujdes kur të ruhen. Është më e mira të ruhen në qershitë e zeza, të errta, sa më të errta, sepse ato kanë dhe nivele antioksidantësh më të mirë, por rezistojnë edhe më mirë, po një pjesë e aromave, të enzimave, ato 5-6 ditë frigorifer nuk është asnjë problem, ndoshta më tutje. Për t'i kaluar në ngri, nuk duhen lar, në qoftë se ne do i fusim në frigorifer, nuk duhen lar. Se unë shoh shumë njerëz i lajnë fusin në frigorifer. Jo, se prishen dhe krijon problem mikotik, është prishen shumë shpejt. Dhe humbi edhe niveli i shijes që ne mund të kemi. Problemi në mënyrën më të mirë për ta ruajtur qershin, pra për ta futur në frigorifer, është ta fusim në temperatura të ngrira dhe sa më të errët që të jetë qershia. Më e mirë, ka një rezistencë shumë më të mirë dhe ruajtje bëhet më e mirë antioksidantëve dhe shumë antocianinave, por një pjesë tjetër e elementeve të tjerë edhe humbasin. Vitamina C humbet zakonisht në këtë drejtim. Që mund t'i përdorin pastaj në gatim, smoothie apo elemente të tjerë.